Para se të filloj kjo histori, dua që ti që po e shikon këtë video, të lësh një koment poshtë dhe të më tregosh. A ke pasur ndonjëherë dikë që të ka dashur më shumë se vetë prindrit e tu? Shkruaj po ose jo në komente. Dua të di mendimin tënd pasi të shohësh këtë histori deri në fund. Dhe tani, le të fillojmë. Imagjino që të zgjohesh çdo mëngjes me erën e byrekut të freskët, me zërin e butë të një gruaje të moshuar që të thërret me dashuri, dhe me ndjenjën se bota është e sigurt, vetëm sepse ajo është aty. Tani imagjino që po atë dik, telefoni bie, një numër i huaj shfaqet në ekran, dhe pas asaj telefonate, gjithçka që ke njohur, gjithçka që ke besuar, gjithçka që të ka mbajtur gjallë, shembet si kështjell rëre. Kjo është historia e Lorinës, jo një histori e shpikur, jo një dramë televizive. Kjo është jeta e një vajze që u rrit pa nënën e saj, por me dashurinë më të madhe që njeriu mund ta imagjinojë. Dhe kjo histori do të të bëjë të qash, do të të bëjë të mendosh, dhe mbi të gjitha, do të të bëjë të çmosh atë që ke pranë teje sot. Lori, ashtu e thërrisnin të gjithë në lagje, kishte lindur në një qytet të vogël në jug të Shqipërisë, një qytet ku çdo shtëpi kishte historinë e vet, ku çdo grua e moshuar dinte sekretet e të gjithëve, dhe ku fëmijët rriteshin duke dëgjuar zërat e grave nëpër dritare, duke ndjell, duke qeshur, duke qarë. Por Lori nuk ishte si fëmijët e tjerë. Ajo nuk kishte as nënën që e çonte në shkollë, as baban që e priste te porta. Ajo kishte gjyshen, dhe për Lorinën e vogël, gjyshja ishte e gjithë bota. Emrin e saj të vërtet e dinin vetëm pak njerëz, Fatime, por për Lorinën, ajo ishte thjesht Nani, fjala e parë që kishte mësuar të thoshte, fjala e fundit që thoshte çdo natë para se të mbyllte syt. Nani ishte një grua e vogël, me flokë të bardha të mbledhura pas kokës, me duar të rrudhosura nga puna dhe nga vitet, por me sy të zinj, të mpreht, plot dritë. Ajo kishte një mënyrë të veçantë për të parë njerëzit, sikur t'i lexonte deri në fund të shpirtit, dhe kur të shikonte me ato sy, ndiheshe i zbuluar, por edhe i dashur pa kushte. Lori e kujtonte me hollësi çdo detaj të shtëpisë ku kishte rritur. Një shtëpi e vjetër me dy kate, me mure gëlqere të bardha që verës bëheshin pak të vërdheme nga dielli, me një obor të vogël ku nanja mbante lulet e saj të preferuara, trëndafila të kuq, karafila portokalli, dhe ato lule të vogla vjollës që askush nuk dinte t'u thoshte emrin, por që gjithë lagja thoshte se sillnin fat. Kishin edhe një pemë fiku në qoshet të oborrit, një pemë të madhe, me degë të gjata që verës bënin hije mbi gjysmën e oborrit. Atje, nën hijen e atij fiku, Lori kalonte pasditet e gjata të verës, duke lexuar librat e shkollës, ose thjesht duke soditur renën duke kaluar mbi majat e maleve larg. Jeta e tyre ishte e thjesht, jo e varfër, por e thjesht, me atë thjeshtësi që ka diçka nisnike në vetvete. Nanja merrte një pension të vogël, dhe çdo muaj vinte edhe pat para nga Italia, nga nëna e Lorinës, Ermira. Po, Lorina kishte nën, por ajo nën i shohi në një botë të largët dhe pak reale, si një personazh nga një libër që ke hapur një herë dhe pastaj i ke mbyllur pa e mbaruar. Ermira kishte ikur kur Lorina kishte qenë vetëm 2 vjeçe. Ishte koha kur shumë të rinj iknin, drejt Italisë, drejt Greqisë, drejt gjithkund ku mund të gjenin punë dhe një jetë të re. Ermira kishte shkuar e para, kishte thënë se do të kthehej shpejt, kishte thënë se do të merrte Lorinën me vete sapo të vendosej. Kishte thënë shumë gjëra. Por Lorina kishte 7 vjeç, kur kuptoi për herë të parë me atë mprehëtësi fëminore, që ndonjëherë është edhe më e dhimbshme se çdo kuptim i rritur, se shpejti e nënës së saj kishte një kuptim shumë ndryshe nga shpejti i njerëzve të tjerë. Ishte ditë e diel, Lorina kishte veshur fustanin e re, të verdh me lule të bardha, dhe ishte ulur te porta e madhe duke pritur. Kishte pritur gjithë paraditen. Nanja kishte gatuar, kishte pastruar shtëpinë, kishte hequr qilimin e madh te tavani dhe kishte tëndur me shtop në obor, derisa tër lagja kishte dalë të shihte se çfarë bëhej. Kishin pritur të dyja. Mbasditja e kishte ikur, dielli kishte filluar të ulet pas malit. Nanja kishte dalë te porta dhe e kishte marrë Lorinën për dorë pa thënë asnjë gjë. Kishin hyrë brenda, kishin ngrënë heshtje, dhe natën, kur Nanja mendonte se Lorina kishte rënë në zunë, Lorina e kishte dëgjuar të qaj, me zë shumë të ulët, me atë lloj qatjeje që njeriu bën kur nuk dëshiron ta dëgjojë askush. Ajo natë ndryshoi diçka te Lorina. Nuk kishte qarë, nuk kishte bërë pyetje, vetëm se kishte ndjerë se diçka e rëndë, e padukshme, i kishte zënë vendin mbi shpatulla, dhe prej asaj mate, ato shpatulla kishin nevojë të ishin të forta. Ditët kalonin me ritmin e tyre të qetë. Në mëngjes, Nanja e zgjonte me zërin e saj. Lori, ka lindur dita,
dhe ky zë ishte i pari dhe i fundit gjë që Lorina donte të dëgjonte. Pastaj vinte era e kafes, e bulmetit të freskët, e bukës së brumosur me kujdes. Nanja e dinte se Lorina nuk e donte koren e bukës, dhe gjithmonë e hiqte pa e pyetur. Nanja e dinte se Lorina kishte frikë nga krimbi i zezë i kopshtit, dhe kur dilnin të ujisnim lulet, gjithmonë shikonte e para dhe kur gjente, e largonte pa bërë zhurmë. Nanja e dinte gjithçka. Shkolla ishte gjëja e dytë e dashur e Lorinës, jo sepse e pëlqente të mësonte, edhe pse mësonte mirë, ishte ndër të parat e klasës, por sepse shkolla ishte vendi ku mund të ikte nga ajo ndjesia e rëndë që e kapte papritmas, ndjesia se ishte ndryshe, ndjesia se fëmijët e tjerë kishin diçka që ajo nuk e kishte. Bashkëshortet e shoqeve të saj vinin t'i merrnin pas shkolle, babarët hidhnin fëmijët lart e poshtë dhe ata qeshnin me plot zë. Nënat rregullonin jaket, shikonin flokët, thoshin, haje buk sot? A? Me atë ton pak ankues, pak të dashur që kanë vetëm nënat. Lorina vëzhgonte gjithë këtë nga ana, me librat nën krah, dhe pastaj merrte rrugën e shtëpisë e vetme. Por kur arrinte te porta e shtëpisë dhe shihte nanjen që qëndronte aty, gjithmonë me buzëqeshjen e gjerë, gjithmonë me diçka të gatuar, gjithmonë duke e pritur, Lorina ndihte se mbase nuk i mungonte aq shumë ajo gjëja e panjohur. Nani. Nanja kishte mënyrën e vetë të veçantë të tregimit. Çdo natë, para gjumit, tregonte një histori. Jo gjithmonë të njëjtën. Kishte një rezervë të pafundme historish, sikur brenda asaj gruaje të vogël fshihej një bibliotekë e tërë. Disa histori ishin gëzuese, me kalorës dhe princesha, dhe dragoj që bëheshin miq. Disa histori ishin të trishtueshme, me njerëz që duheshin por ndaheshin, dhe pastaj kërkonin njëri tjetrin nëpër vite. Dhe disa histori, ato që Lorina i donte më shumë, ishin histori të vërteta, histori nga jeta e nanjes, nga jeta e familjes, nga i vendi largët kohor ku gjërat ishin ndryshe, dhe njerëzit ishin pak si sot, pak si dikur. Nani, tregom sërish historinë e Arifit, thoshte Lorina duke u fërkuar syt nga gjumi. Dhe nanja ulej në buzë të krevatit, i rregullonte jorgan Lorinës dhe fillonte me atë zë të ulët të qetë, si ujë rreke. Arifi ishte burri im, por para se të bëhej burri im, ai ishte zemra ime, dhe dija se ishte zemra ime sepse sa herë e shihja nga larg, diçka brenda meje bënte lëvizje, si zog që provojnë krahat e parë herë. Lorina mbyllte syt dhe dëgjonte, dhe ndërkohë që dëgjonte, ndihej e mbrojtur, e gashur, e plot. Por ndonjëherë, mes gjumit dhe zgjimit, mendonte për nënën. Mendonte se si do t'ishte nëse edhe Ermira do t'ishte atje, nëse do t'kishte 2 palduar që do t'kujdeseshin për të. 2 palduar, por kishte vetëm 1 palduar, dhe ato duar edhe pse të rrudhosura, edhe pse jo të reja, ishin të mjaftueshme. Gjerë tani. Lorina kishte mbushur 9 vjet kur për herë të parë pa nënën e saj, jo personalisht, por në fotografi. Nanja kishte marrë një letër nga Italia, letrat vinin në rrallë, jo çdo muaj, dhe brenda letrës kishte rënë një fotografi. Lorina e kishte gjetur aksidentalisht, duke ndihmuar nanjan të paloste letrën. Fotografia kishte rënë në dysheme. E kishin marrë të dyja në të njëjtën kohë, por Lorina ishte shtrirë e kishte marrë para. Ishte fotografia e një gruaje, grua e re, bukuroshe, me flok kash ngjyrë të gjata, të drejta, me buzëqeshje të gjerë. Vishte një fustan të zi elegant dhe qëndronte para një ndërtese të madhe me drita shumë ngjyrshe. Pranë saj qëndronte një burr, i gjatë, i pashëm, me kostum hiri, dhe ai mbante dorën e saj. Lorina kishte ngritur syt dhe kishte parë nanjen. Nanja e kishte parë atë. Kishte pasur një moment heshtjeje, ai lloj heshtjeje ku shumë gjëra thuhen pa fjalë. Kjo është nëna jote, kishte thënë nanja me zë të qetë. Ermira. Lorina kishte parë sërish foton, kishte kërkuar në atë fytyrë diçka të njohur, diçka nga vetja, diçka nga nanja, diçka që ta thoshte, kjo është familja jote. Kishte gjetur syt. Po, syt kishin njësoj, të zinj, të mprehtë, plot shprehje. Lorina kishte zotruar ato sy nga nëna, por gjithçka tjetër kishte qenë huaj. Kush është burri pranë saj? Kishte pyetur me zë të sheshtë. Nanja kishte marrë foton me kujdes. Kishte thënë, njeriu me të cilin jeton, asgjë më shumë, asgjë më shumë. Lorina kishte shkuar mbrëma të natë në obor, tek fiku i madh. Kishte qëndruar aty një kohë të gjatë, duke shikuar yjet. Pastaj kishte marrë një gjethe fiku dhe e kishte grisur ngadalë, cop-cop, duke parë se cilën cop duke rënë.
Askush nuk e kishte pyetur as që mendonte, as si ndihej, dhe ajo nuk kishte folur. Disa gjëra nuk kanë nevojë për fjalë, disa dhimbje janë aq të heshtura sa që fjanët do t'i bënte ndëm. Vitet kalonin, Lorina rritej, ajo ndjesia e rënd mbi shpatulla nuk shkonte, por mësonte të jetojë me të, ashtu si mëson njeriu të jetojë me diçka që ka qenë atje herë gjithmonë. Shkonte mirë në shkollë, kishte shoqe, qeshte, luante, por brenda, atje ku askush nuk shihte, kishte një dom të mbyllur, dhe brenda asaj dhome kishte pyetjet. Pse iku? Pse nuk kthehet? Pse nuk kërkon të vit më shoh? A mendohet ndonjëherë për mua? Pyetjet rinin atje pa përgjigje, si libra të pahapur. Dhe Nania, me gjithë mençurinë e saj, me gjithë dashurinë e saj, nuk fliste shumë për Ermirën. Kur Lorina pyeste, Nania përgjigjej me kujdes, me pak fjalë, me atë art vjetër të fshehjes së dhimbjes për hir të tjerëve. Nëna jote punon shumë, thoshte. Ka një jetë të vështirë atje, ose dashuria e saj për ty nuk ka pak, thjesht e shpreh ndryshe. Lorina dëgjonte, por diçka brenda saj dinte se kjo nuk ishte e gjitha vërteta. Diçka brenda saj dinte se historia kishte edhe kapituj të tjerë, kapituj të errët, të fshehur, të mbyllur pas dyerve. Dhe ajo ditë kur ato dyer do të hapeshin, ajo ditë ishte duke ardhur, me hapa të ngadalt, por të sigurt. Ishte duke ardhur. Lorina mbushi 13 vjet me një festë të vogël. Nania, 3 shoqe nga shkolla dhe torta me çokoladë që Nania e bënte çdo vit nga e njëjta recete vjetër, e shkruar me dorë në një cop letre të verdheme nga koha. Ishte festa e thjesht, e ngrohtë, e plot me atë lloj gëzimi modest që ka shije të veçantë. Por atë natë, sapo u larguan shoqet, Nania u ul pranë Lorinës dhe tha diçka që vajza nuk e kishte pritur. Sot ka telefonuar nëna jote. Lorina ngriu. Kishte pritur shumë herë atë fjalë, nëna jote, por gjithmonë kishte ardhur si nocion abstrakt, si diçka nga një botë paralele. Por ka telefonuar, ishte e tashme, ishte sot, ishte reale. Ç'tha? Pyeti me zë të ndryshuar. Tha urime, tha se të do shumë, tha se mërzitet. Nania bëri pauzë, dhe tha se shpresonte se ti je mirë. Lorina u ngrit dhe shkoi drejt dritares. Qëndroi aty duke parë errësirën jashtë, dëgjonte zërin e grilës dhe rrëmimin e largët të ndonjë makine. Pse nuk e dha telefonin mua? Pyeti pa u kthyer. Nania heshti për një moment. Erdha të thëras, por ishe me shoqet, nuk doja të prishja festën. Lorina u kthye. Kishte diçka në sytë e saj, jo zemërim, jo trishtim. Ishte diçka midis, diçka pa emër. Herën tjetër kur të telefonoj, thirrmë, tha qetë. Pa çka të boj? Nania e uli kokën pak. Mirë, tha thjesht. Ajo natë Lorina nuk fjeti. Rinte me syt hapur duke shikuar tavaninë e bardhë dhe duke menduar me ç'zë do të fliste Ermira, si do t'i tingëllonte zëri i nënës. A do të kishte ngrohje në atë zë, atë ngrohje që kishte zëri i nanjes, apo do t'ishte i ftohtë, formal, si zëri i dikujt që e njeh, por jo aq mirë. Kalonin javë, Lorina priste, telefoni nuk binte. Pastaj 2 muaj më vonë biu. Ishte pasdite. Lorina ishte duke bërë detyrat dhe Nania thirri nga korridori. Lori bia, nëna jote. Lorina u ngrit me çupëli dhe mori telefonin me duar lehtë të dridhurishme. Alo, tha. Dhe nga ana tjetër erdhi zëri. Erdhi si diçka e njohur dhe pa njohur njëkohësisht. Erdhi si muzikë që ke dëgjuar shumë kohë më parë dhe nuk ta kujton melodia, por trupi e njeh. Ishte zëri i Ermirës, pak i huazuar nga aksenti italian, pak i butë, pak i friksuar. Lori, bia, ato 2 fjalë, asgjë tjetër, vetëm ato 2 fjalë. Dhe Lorina, kjo vajzë fort, e heshtur, e stërvitur të mos qaj, ndjeu diçka të qartë brenda gjoksit, si një perde e hollë që griset. Po, jam unë, tha, dhe zëri i doli pak i hollë. Biseduan 20 minuta. Biseduan sikur 2 njerëz që duan shumë gjëra të thonë, por nuk din nga të fillojnë. Ermira pyeti për shkollën, për shoqet, për nënjen. Lorina u përgjigj me fjali të shkurtra, jo nga që nuk kishte çfarë të thoshte, por nga që kishte shumë gjëra dhe asnjëra nuk donte të dilte e para. Ermira ju tha se jetonte mirë, se punonte, se shpresonte ta takonte shpejt. Shpejt, ajo fjalë sërisht. Kur mbaroi biseda,
Lorina e la telefonin me kujdes, u kthye të shikonte Nanjan dhe tha vetëm, fliste si e huaj. Nanja e mori në krah, pa thënë asgjë, dhe Lorina i lejoi vetes të qante, jo shumë, vetëm pak, vetëm aq sa i duhej, me fytyrën fshehur në supin e Nanjes, me erën e familjare të lavandës së rrobave dhe të kuzhinës, dhe të viteve të dashurove. Pastaj e tërhoqi veten, u fshi, u drejtua, dhe ditët vazhduan. Shkolla e mesme solli ndryshime të tjera. Lorina u bë vajzë e vërtet, e gjatë, e holl, me ato zy të zinj të trashëguar dhe me flokë të zeza të valzuara. Ishte bukuresh me ato bukuri pa pretendim, të natyrshme, që nuk kërkon pasqyrë. Shoqet e saj i tërhiqnin vëmendjen djemve, por Lorina mbeti pak mënjan, jo nga që nuk ishte interesuar, por nga që mendja e saj kishte gjithmonë diçka tjetër ku të mbahej. Mësoi të luaj gitar, mësoi nga fqinji i Mimi, një plak i moshuar që dikur ishte ken muzikant dhe tashmë kalonte ditët duke punuar gopshtin dhe ndonjëherë duke i treguar gitaren dikujt që kishte vullnet. Lorina kishte vullnet të mjaftueshëm për 10. Pas 6 muajsh mësimesh, Mimi kishte thënë me krenar, ke shumë shpirt, vajz, gitara të dëgjon ty, jo anasjelltas. Nanja ishte krenar pa kufi. Sa herë vinte ndonjë fqinje, qoftë për kafe, qoftë për çfarëdo arsye, gjente mënyrën të fut fjalë. Lorinca ime luan gitar, dëgjo pak kur të kalosh rrugës, muzika del deri jashtë. Lorina skuqej çdo herë, por nuk protestonte. Krenarsia e Nanjes ishte si diell, e ngrohte edhe kur nuk e tregoje. Por ndërkohë që rritej, ndjesia e asaj dhome të mbyllur brenda saj nuk po qetësohej, po zmadhohej. Pyetjet bëheshin më të mprehta, më të forta. Pse, nuk ishte pyetje fëmijërie më. Ishte pyetje e vajzës që po bëhej grua, e vajzës që kishte mësuar se e drejta e të kuptuarit nuk është luksi, është nevojë. Bisedat me Ermirën bëheshin pak më të shpeshta me kalimin e kohës. Jo shumë, jo aq sa të ndiqte ritmin e një marrëdhënie normale nën-bij, por mjaftë për të mbajtur gjalla të telë të hollë lidhës. Ermira dërgonte para çdo muaj, rregullisht, kjo nuk ishte munguar kurrë. Dhe dërgonte edhe gjëra, herë rroba, herë çokoladë italiane, herë ndonjë lodër për Lorinën e vogël, pastaj aksesor për Lorinën e rritur. Ishin gjëra të mira, të shtrenjta, por Lorina i çapte me atë ndjesi të njohur, si të hapësh dhurat nga dikush që nuk e njeh mirë. Falenderon, pret, dhe brenda një zë i vogël thot, por kjo nuk është ajo çfarë doja. Çfarë donte Lorina nuk ishte rroba italiane, nuk ishte çokoladë, nuk ishte as para. Donte të shihte sytë e nënës së saj drejt për drejt, donte ta njihte zërin e saj kur kishte zemërim dhe kur kishte gëzim. Donte ta dinte si e kishte kafen, me sheqer apo sheqer. Donte gjërat e vogla, ato gjëra të vogla absurde që i di vetëm për njerëzit që ke pranë çdo ditë. Donte nënën, jo konceptin e nënës, jo personin nga fotografia, por nënën, të vërtet, të gjallë, të pranishme. Një herë, në klasën e 10, mësuesja e gjuhës shqipe i kishte dhënë temë, personi më i rëndësishëm në jetën time. Gjithë klasa kishte shkruar për nënat ose baballarët. Lorina kishte shkruar për nanjen, kishte shkruar 6 faqe, 2 herë më shumë se kushdo tjetër. Mësuesja e kishte lexuar duke e kthyer me duar, me vëmendje të dukshme, dhe pastaj e kishte lexuar me zë disa paragraf para klasës. Kjo, kishte thënë mësuesja, me zë të ndjeshëm, kjo është shkrimi. Lorina kishte parë fytyrën e nanjes atë mbrëmje kur i kishte treguar. E kish parë si u mbush me lot, ato lot që plakëria i mban zakonisht aq mirë të fshehur, por ndonjëherë nuk mundet. Nani, po qanë? Kishte pyetur Lorina e shqetësuar. Jo, bi, kishte thënë nania duke fshirë fytyrën me cepin e perdeles. Thjesht, kjo rregulloni gjithçka brenda meje. Ato fjalë, kjo rregulloni gjithçka brenda meje, Lorina i mbajti gjithmonë, i mbajti si gjën më këçmuar, si unaz mja ari i vjetër. Mbushi 16 vjet, pastaj 17 vjet. Jeta vazhdonte me ritmin e saj, shkolla, muzika, shoqet, nania dhe ndonjëherë, her pas here, zëri i Ermirës nga telefoni. Por diçka po ndryshonte. Lorina e vuri re pa i thënë askujt, nania po rëndohej pak, jo dramatikisht, jo papritur, por pak nga pak, si gjethet e vjeshtës, me atë ndryshim gradual që e shikon vetëm kur shikon shumë nga afër.
po lëviste pak më ngadal, ndonjëherë ndalonte mes rrugës dhe mbështetej te muri. Ti kap fryma, thoshte. Ndonjëherë kur mendonte se Lorina nuk shihte, fërkonte gjurin e djathtë me dorë me shprehjen e dikujt që ndjen dhimbje, por nuk do ta tregoj. Nani, a ke gjë? Pyeste Lorina. Asgjë bi. Mosha, çfarë ti bësh? Vit pas viti, çdo vit ti rritesh, unë zvoglohem. Edhe qeshte, ato qeshje të nanjes, të mbushura me dritë, pas një hije se ankese. Por Lorina nuk qetësohej, e mbante syrin, e shoqëronte sa herë dilte. Niste të gatonte ajo vetë, duke mësuar recetat e nanjes, duke i marrë çelsat e atij thezi të kulinarik që gjyshja kishte ndërtuar gjatë gjithë jetës. Ku mësove kaq shpejt? Pyeste nanja e çuditur duke shijuar supën që i kishte bërë Lorina. Te ti mësova, ke gatuar pranë meje 30 vjet. 19 vjet, korrigjonte nanja. 19 vjet, thoshte Lorina dhe buzëqeshte. 19 vjet, i gjithë jetës sa e kishte jetuar deri atëherë. Ishte gjatë kësaj kohe, kur Lorina kishte mbushur 18 vjet, që erdhi lajmi. Nuk erdhi me telefonat, erdhi me letra. Ermira i kishte shkruar nanjes, një letër e gjatë, me dorëshkrim të ngafët, sikur e kishte shkruar me nxitim ose me duar të dridhurshme. Nanja e lexoi dhe nuk tha asgjë. E foli natën, pasi kishin ngrënë, pasi Lorina kishte pastruar tavolinën dhe kishte mbyllur librat e mbrëmjes. Bi, nëna jote do të martohet. Lorina vendosi gotën e ujit ngadal dhe me kujdes, si të kishte frikë se nëse e lëshonte shpejt do të thyhej. Me burrin nga foto? Pyeti Lorina. Po, mendoi. Heshtje. Dhe çfarë dëshiron prej meje? Pyeti Lorina me zë të qetë. Por mbrenda asaj qetësie, kishte diçka që vibronte si teli shtrënguar shumë. Nania heshti për një moment. Asgjë bi, thjesht deshi ta dije. Lorina u ngrit, shkoi te dritarja. Nata jashtë ishte e qetë, yjat, heshtja, era e lehtë që sillte erën e tokës. Qëndroi aty dhe mendoi gjatë. Nëna e saj po martohej, me një burr nga fotografia, në Itali, larg, dhe ajo, Lorina, bie gjakut, bie barkut, kishte mësuar nga letër. Nani? Tha pa u kthyer. Ti si ndihesh? Nania bëri tingullin e atij qeshi të butë, pak të trisht. Si ndihemi ne të moshuarit kur fëmijët bëjnë jetën e tyre? Heqim qafën nga guri dhe themi, Zoti e begatoft. Por ti nuk je gëzuar. Ata që duam, nuk duhen gëzuar gjithmonë ashtu si duam ne. Lorina u kthye. Shikoi nanjan, atë grua të vogël me flokë të bardha, me duar të rrudhosura, me sy që kishin parë shumë. E shikoi dhe ndjeu diçka aq të fortë, aq të madhe, sa që nuk kishte fjalë për të. Unë të dua, nani, tha thjesht. E di bi, edhe unë ty, edhe unë ty. Ato dy fjalë, edhe unë, kishin peshën e gjithë botës. Lorina kaloi provimet e maturës me rezultate të shkëlqyera. Ishte ndër 10 të parat me qytet. Nanja ishte aq krenare sa që i tregoi fqinjve, dyqangjiut, gruas së priftit dhe madje edhe grave me të cilat fliste rrallë, gjithkujt. Universiteti do të ishte në kryeqytet, 10 orë me autobus nga shtëpia. Kjo ishte e para herë që Lorina do të largohej nga nanja, e para herë reale, jo për 2 ditë, jo për një fundjavë, për gjithë semestrin, për vite. Dita e nisjes ishte e vështirë pa asnjë lloj dramatizimi. Nanja e kishte ndihmuar të paketonte, kishte vënë brenda çantës gjëra që Lorina nuk i kishte menduar, ilaç për stomakun, ilaç për kokë, atë kremrat e fëmijërisë për duar të thara, por edhe diçka tjetër, një copë letre të palosur me kujdes. Çfarë është kjo? Kishte pyetur Lorina. Receta e tortës me çokoladë, sepse ditëlindjet nuk duhet i kalosh pa tortë, edhe kur je larg. Lorina kishte dashur të qante atëherë, por kishte qeshur në vend. Në autobus, duke parë qytetin e vogël që largohej ngadalë jashtë dritares, Lorina kishte ndjerë se po linte prapa diçka thelbësore, jo vetëm nanjan, por gjithë atë botë të vogël, të sigurt, të njohur. Botën ku çdo gur kishte emër, ku çdo rrugë kishte erë, ku çdo mëngjes fillonte me ka lindur dita. Kryeqyteti e priti me zhurmë dhe nxitim. Universiteti ishte i madh, i ftohtë në atë mënyrë të veçantë si janë vendet ku mbledhen shumë njerëz, por pak prej tyre vërtet njohen.
Lorina gjeti dhomën e konviktit, vendosi çantën dhe ul në buzë të krevatit. Dhoma kishte dritare të vogël me pamje nga oborri i betonit, nuk kishte trëndafil, nuk kishte fik, nuk kishte erë lavandre, por kishte telefon. Çdo ditë telefononte nanjan, çdo ditë, ndonjëherë 2 herë. Bisedatat ishin të gjata dhe të ngarkuara me detaje të vogla. Sot hëngra supë, por jo aq e mirë sa e jotja. Sot pasova provimin e historisë. Sot mërzita shumë, nuk di pse. Sot pa dëbor, i pari këty dimri. Nanja dëgjonte gjithçka me vëmendje, nuk kalonte asnjë fjalë. Edhe kur fryma e Lorinës tregonte se kishte diçka të padukshme prapa fjalëve, Nanja pyet të qetë: "Bi, çfarë ke të vërtetë sot?" Dhe Lorina tregonte: "Gjithmonë." Universiteti i dha Lorinës gjëra të reja, i dha njohje, horizont, pyetje të reja. Studionte gjuhë dhe letërsi, jo nga rastësi, sepse fjalët kishin qenë gjithmonë mënyra e saj për të kuptuar botën. Mësoi gjuhë të huaja, lexoi libra që i hapnin dritare, filloi të shkruaj, jo vetëm tema universitare, por gjëra personale, fragmente tregimesh, poezi pa rim. Miku i parë i vërtet në kryeqytet quhej Enida. Ishte vajzë nga Veriu, me humor të zi dhe zemër të artë, dhe kishin u njohur aksidentalisht, sepse kishin marrë gabimisht librin njëra tjetrës nga tabela e bibliotekës. Kishin qeshur, kishin folur, dhe pas 2 orësh kishin djerë se diheshin prej vitesh. Enida e dinte tërë historinë e Lorinës, për nanjan, për Ermirën, për gjithçka. E kishte dëgjuar një mbrëmje në dhomën e konviktit me 2 filxhan çaji të ftohtë, me oret që u eqirin drejt mesnate. Pas heshtimit që kishte pasuar, Enida kishte thënë: "Ti je vajza më e fortë që kam njohur." "Nuk jam e fortë, jam e mësuar." "E mësuar me forcën e duhur, bëhet forcë." Lorina e kishte menduar fjalën "e mësuar." Po, ajo ishte e mësuar të presësh pa shpresë të madhe, e mësuar të lumturohesh me pak, e mësuar të mos mbahesh shumë fort pras gjërash, sepse gjërat mund të ikin. Por gjatë viteve të universitetit, diçka tjetër po ndodhte paralel. Bisedatat me Ermirën bëheshin pak më të gjata, pak më njerëzore. Ermira kishte dëgjuar se Lorina kishte shkuar në universitet dhe kishte telefonuar atë natë me zë të ndryshuar, emocionuar, krenare, sikur krenaria e mëmës kur nuk ke qenë aty për të fituar, kishte gjetur mënyrën e saj për të dalë. "Bi, je me universiteti, kaq gëzuar jam." "Faleminderit," tha Lorina, fjalë ftohtë e sjellshme, neutrale. Lori, dije se mendoj shumë për ty. Edhe unë, kishte thënë Lorina, dhe kjo ishte e vërteta. Mendonte për Ermirën, vetëm jo me dashurinë e bijës, me pyetjen e bijës. Martesa e Ermirës kishte ndodhur në heshtje, pa ftesë, pa njoftim zyrtar. Lorina kishte mësuar nga telefoni, pas faktit, 1 muaj pasi kishte ndodhur. Ermira kishte thënë: "Bëm diçka të vogël, thjesht në bashki, nuk deshëm festë të madhe." Lorina kishte dëgjuar dhe kishte thënë: "Urime," me atë ton të bardhë, të çngjyrosur, që tregon shumë duke treguar pak. Bashkëshorti quhej Marko, e kuptoi emrin kur Ermira e kishte përmendur rastësisht. Marko punonte në ndërtim, kishte 2 fëmijë nga martesa e parë, dhe sipas Ermirës, ishte burr i mirë dhe e donte shumë. Lorina nuk pyeti shumë, nuk ishte nevojë. Ata 2 ishin jetë e nënës së saj, jetë që kishte ecur pa të, do të vazhdonte pa të. Por pastaj erdhi lajmi tjetër. Erdhi nëpër telefon, me zërin e nanjas, dhe herën e parë që Lorina e dëgjoi, nuk kuptoi plotësisht. Nanja fliste ngadalë, me kujdes, me ato pauza midis fjalëve që tregonin se çdo fjalë ishte zgjedhur me qëllim. "Bi, doktori tha se ka gjetur diçka në zemër." Lorina ngriu. "Çfarë ke gjetur?" "Diçka me valvulat, thot. Ka nevojë për kujdes, për ilaçe, dhe thot..." Nanja bëri pauzë. "Thot se duhet operacion." Operacion. Ajo fjalë rasi guri në ujë të qetë, dhe rrathet e saj u zgjeruan derisa mbuluan gjithçka. "Kur?" pyeti Lorina, dhe zëri i doli fare i qetë, me atë qetësi artificiale që trupi prodhon kur nuk di çfarë tjetri të bëj. "Nuk dihet ende.
duhet konsultime. Por Lori, po, ti mos lër universiteti për mua. Dgjoj. Lorina nuk u përgjigj me njëherë. Nani, ti je gjithçka. Dhe ti je gjithçka e imja. Kjo do të thotë se duhet bësh gjën e duhur. Gjëja e duhur është të mbarosh. Heshtje. Nani, do të vi fundjavë. Di, pres. Lorina mbërriti fundjavë me autobusin e parë. Hapi portën e oborit dhe pa figun, tashmë me deg edhe më të gjata, edhe me mosh, dhe pasaj shtëpin, dhe te dritarja Nanjan, që kishte dalë tash ishte si vinte. Nanja kishte humbur pesh, jo shumë, por mjaftueshëm për ta kuptuar. Faqet ishin pak të thithura, lëkura e duarve ishte edhe më e hollë. Por syt, ata syt të zinj të mpreht, ishin një lloj, të gjallë, të ndjeshëm, plot dritë. Rite? Pyeti Nanja duke e shikuar me atë shikim nga kokat e këmbët. Ti çfarë ndryshove? Tha Lorina me qëllim duke ndryshuar temën. Unë? Mora pak erdeti. Thinjera pak, tha Nanja duke qeshur. Darkuan bashk. Nanja kishte gatuar. Edhe pse Lorina kishte thënë mos gatuaj, kishte ardhur ajo dhe kishte gjetur tryezën të vënë me gjithçka. E pyeti për mjekun, e pyeti për ilaçet, e pyeti gjithçka. Nanja u përgjigj me qetësi, pa dramatizim, sikur po fliste për diçka të vogël. Nani, ti nuk ke frikë? Nga çdo të kisha frikë bi. Nga operacioni, nga gjithçka. Nanja e shikoi. Kam jetuar jetë të plot. Kam pasur burr të mirë, kam rritur fëmijë, kam rritur ty. Zemra ime ka rrahur me dashuri çdo ditë. Nëse ndalon nesër, ka rrahur mjaftueshëm. Nani, mos fol kështu. Flas me të vërtetën bi, por mos ki frikë. Zemra ime nuk ndalon pa parë ty të kreshe. Të kreshe? Të bëhesh e madhe, të plot. Ti ke rrugë për të shkuar ende. Lorina nuk foli. Ul dhe mori dorën e Nanjes në duar. Ato duar të vogla, të rrudhosura, me gjymshjen e shumë punës, me ngrohtësinë e shumë dashurie. Dhe i mbajti ashtu, pa thënë asgjë, derisa qielli jashtë u errësua dhe yjejt dolën. Ishte natë e qetë, ishte natë që do ta mbante mend gjithmonë. Javët kaluan, konsultimi me specialistin u bë. Lorina kishte insistuar të vinte personalisht. Mjeku ishte i moshuar, me flok gri dhe shikim profesional e njëkohësisht njerëzor. Spjegoi gjendjen, valvula e zemrës kishte problem, nuk punonte si duhet, shkaktonte lodhje dhe ndonjëherë dhimbje. Operacioni ishte i rekomanduar, por jo emergjent. Sa rrezik ka? Pyeti Lorina direkt. Çdo operacion ka rrezik, tha mjeku, por me kujdesin e duhur dhe me kushtet e duhura, prognoza është e mirë. Kushtet e duhura, kjo do të thoshte spitali mirë, kirurgi mirë, para të mjaftueshme. Lorina doli nga zyra e mjekut dhe qëndroi pak jashtë. Pastaj nxori telefonin dhe telefonoi Ermirën. Ishte hera e parë që Lorina telefononte Ermirën me nismën e saj. Gjithmonë kishte qenë Ermira ajo që telefononte. Ermira ju përgjigj shpejt. Lori, çfarë ke bi? Dhe Lorina tregoi gjithçka. Tregoi për zemrën, për valvulën, për operacionin. Tregoi me fjalë të qarta dhe të qeta, sepse kur Lorina kishte diçka të rëndësishme për të thënë, fjalët e saj bëheshin posaçërisht qartë. Nga ana tjetër, Ermira u bë e heshtur. Kur ndodhi kjo? Pyeti me zë të ndryshuar. Ka kohë që Nanja nuk ndihte mirë, por ne e morëm vesh vonë. Pauzë gjatë. Sa para nevojiten? Nuk di ende, por mjeku tha se do të dërgoj para Lori, çfarë do që nevojitet. Lorina bëri pauzë. Nuk është çështje parash vetëm Ermira. Ishte hera e parë që ja kishte thënë emrin direkt, pa nën, pa ti, thjesht Ermira, dhe ai emër, i thënë kështu, kishte peshë tjetër. Heshtje nga ana tjetër. Di çfarë do të thuash, tha Ermira ngadalë. E di? Lori. Nania tha mos lo universitetin, por nëna e saj, nëna ime biologjike, nuk ka thënë asgjë. Nuk ka thënë po vi, nuk ka thënë a kam nevojë, thjesht do të dërgoj para. Fjala ra siguri sërisht dhe rrathët u zgjeruan. Nga ana tjetër, Ermira nuk tha asgjë për një kohë të gjatë. Pastaj do të mendoj. Mirë, tha Lorina, mendoje. Dhe mbylli telefonin. Ktheu shpinën nga mjekja dhe filloi të ecte nëpër rrugë.
Rruga ishte e zhurmshme, makina, njerëz, jehona e qytetit, por Lorina ecte mes gjithë asaj zhurme dhe ndihej në heshtje të plot. Nëna kishte thënë, do të mendoj. Jo, po vi. Jo, jam aty. Jo, mos ki frik. Do të mendoj. Dhe Lorina kuptoi, atë qast, me atë mprehtësi të dhimbshme të rriturit, se 16 vjet pritje kishin bërë atë grua të fortë, por edhe ato 16 vjet i kishin treguar se disa pritje janë të kota. Operacioni u planifikua pas 2 muajsh. Lorina ndërmori atë periudhë si luftë e qetë, shkollë, punë, thirrje të përditshme me nanjan, thirrje her pas here me Ermirën, dhe brenda ajo punë e heshtur e përgatitjes për të gjitha skenaret. Nanja mbetej një lloj, e qetë, e fortë me atë forcë të butë që vjen me vitet dhe me besimin. Rinte, bënde punët e shtëpisë sa mundej, priste. Fqinjët i bënin shoqëri. Lorina e telefononte çdo mëngjes. Si fjete? Pyeti Lorina. Mirë bi, si gjithmonë. Dhe ti? Mirë, gënjesh. Jo, gënjej. Zëri yt tregon ndryshe. Kjo ishte Nanja, ajo grua që lexonte zërat si të tjerët lexojnë libra. 2 javë para operacionit, Ermira telefonoi. Lori, po vi. Lorina ngriti syt nga libri. Çfarë? Po vi. Marku kishte punë, nuk mundet ai, por unë po vi, ka marr biletën. Diçka lëvizi brenda Lorinës, diçka e vogël dhe e çmuar, si kops flori e gjendur në pluhur. Mirë, tha. Mirë. Erdhi. Lorina e priti në stacion bashkë me Nanian. Kishin ardhur me taksinë e qytetit. Nania kishte veshur rrobat e saj më të mira, xhaketa e kaltër me karafil, fustani zi, shallin e bardhë. Kishte qenë me dhimbje serishëm, por nuk kishte thënë asgjë. Kur dera e stacionit u hap dhe dolën udhëtarët, Lorina shikoi dhe e njohu menjëherë. Ermira kishte ndryshuar nga fotografia, ishte pak me mosh, pak me pesh, por syt, ato sy të zinj, ishin një lloj si në fotografi, një lloj si sytë e Lorinës. Ishte ajo, ishte nëna. Ermira po shikonte edhe ajo. Kur e gjetën njëra tjetrën me sy, ndali. Ndali aty, me çantën e udhëtimit dhe shikoi vajzën e saj. Vajzën që kishte lënë në moshën 2 vjeç, vajzën që tashmë ishte grua. Ishte momenti heshtur dhe shumë i rënd. Pastaj, Ermira lëshoi çantën dhe bëri disa hapa, dhe para se Lorina të kishte kohë të vendoste si të reagonte, mes gjithë asaj konfuzioni emocional, mes 16 viteve pyetjesh të fshehura, Ermira e mbërriti dhe e mori në krah. Krahët e nënës. Lorina ndri. Trupi i saj nuk dinte çfarë të bënte. Nuk kishte kujtesë muskulore të krahëve të kësaj gruaje. Nuk kishte histori të kufizuar me të, por diçka primitive, biologjike, e thellë si vetjedha, e njohu. Dhe qau me atë qajt pa zë, pa bujë, pa lot shumë, qajtja e dikujt që ka mbajtur shumë kohë dhe tani ka leje. Ermira qante gjithashtu, dhe kur u ndan pas disa çastesh, ajo e mori fytyrën e Lorinës në duar, ashtu si do të bënte Nania, dhe e shikoi. Je bër kaq e bukur, tha me zë të dridhur. Iku, tha Lorina thjesht, dhe nuk e kuptoi vet nëse ishte akuza apo konstatim. Pastaj Ermira shikoi Nanian, dhe ndërmjet tyre kaloi diçka, një histori e tërë, e gjatë, e ndërlikuar, e heshtur, në atë shikim. Nania i hapi krahët, dhe Ermira, kjo grua e rritur, kjo nën e largët, kjo bi e humbur, shkoi tek ajo si vajzë vogël. Lorina i shikoi dhe ndjeu diçka komplekse, jo xhelozi, jo zemërim, por diçka afër asaj, afër dëshirës për të qenë e vogël sërish, për të shkuar edhe ajo aty, tek ato 2 gra, dhe për të fshehur mes tyre. Ditët që pasuan ishin të ndërlikuara në mënyrën më interesante. 3 gra, Lorina, Ermira, Nania, nën të njëjtën çati, me 3 histori, 3 dhimbje, 3 dashuri. Nania ishte qendra, gjithmonë ishte qendra, e qetë, e butë, e pa censurueshme. Rinte dhe linte të dyja të tjera të kishin marrëdhënien e tyre pa ndërhyrë, pa zgjedhur anë. Lorina dhe Ermira kishin biseda të ngathshta, të ndërprera, plot pauza. Biseda ku çdo fjali mbante 2 kuptime, ato çfarë thuhej dhe ato çfarë nuk thuhej. Lorina nuk ishte e ftohtë, kishte vendosur të mos ishte, por nuk ishte e hapur plotësisht. Ishte ajo çfarë ishte, vajzë kurioze, vajzë e lënduar, vajzë që donte të kuptonte. Pse ike? E pyeti një mbrëmje.
Kishin mbetur të dyja në kuzhinë pasi Nania kishte shkuar të çlodhej. Lorina po bënte çaj, Ermira po qëndronte te tavolina. Ermira ngriti syt nga libri. E prisja këtë pyetje. Dhe Ermira mori frym thellë dhe filloi. Tregoi gjithçka, me fjalë të thata, pa justifikime shumë, pa drama shumë. Tregoi se kishte qenë re dhe pa shpresë. Tregoi se martesa e parë, babai i Lorinës, burr me remëmend, njëri që iku edhe ai, kishte dështuar para Lorinës të linte. Tregoi se kishte pasur depresion pas lindjes dhe nuk e dinte, nuk e kishte kuptuar, kishte menduar se ishte thjesht lodhje. Tregoi se Italia kishte qenë rast, jo zgjedhje ideale, por rast i rastësishëm. Tregoi se kishte menduar do të kthehej, kishte menduar të vërtet. Por çdo muaj kalonin dhe kthimi bëhej gjithnjë më i vështirë, jo sepse nuk doja, por sepse kisha frikë. Frikë nga çë? Nga ti, nga fakti se kishe rritur pa mua, nga fakti se nuk do të dije si të doje, nga fakti se Nania, dhe kjo di se do të tingëlloj keq, kishte bërë gjithçka aq mirë, sa që pyeste veten çfarë kishte nevoje e mia atje. Lorina qëndroi me filxhanin e çajit në dorë dhe shikoi Ermirën. Çfarë kishte nevoja? Tha ngadalë. Nënën. Ermira uli syt. E dia, tha. E di, dhe nuk ka justifikim. Nuk kërkoj falje sepse e di se nuk mund ta paguaj atë borxh. Thjesht doja ta dije. Lorina la filxhanin. Doli nga kuzhina pa thënë asgjë tjetër. Natën nuk fjeti. Kishte shumë gjëra brenda, shumë zëra, shumë djesi që ka përcenin njëra tjetrën. Por para agimit, kishte arritur te një vendim. Jo falje, jo zemërim, por diçka midis. Kuptim. Kuptim i trisht, jo i ëmbël, por i sinqert. Ndoshta Ermira ishte edhe ajo viktime rrethanave. Ndoshta nuk kishte qenë keqbërja, por dobësia njerëzore, e shëmtuar, e zakonshme, shumë e njohur. Por kjo kuptim nuk largonte dhimbjen, thjesht i ndronte formën. Operacioni u bë. Ishte ditë e ftohtë, me mjegull të hershme. Lorina dhe Ermira ishin ulur në korridor spitali, krah njëra tjetrës, pa folur shumë. Nania kishte hyrë brenda, e vogël, e qetë, pa ankth të dukshëm. Para se të hynin ta morën me brançard, Nania kishte shikuar Lorinën dhe kishte thënë vetëm: "Mos u bezdis bi, kthehem." Dhe Lorina kishte qeshur, me syt me lot dhe me buzëqeshje, sepse vetëm Nania mund të thoshte gjë të tillë me aq besim të qetë. 5 orë operacion, 5 orë korridor i spitalit, çaj i ftohtë, heshtje, disa fjali të panevojshme, pamja e mureve të bardha. Lorina e kishte shikuar orën çdo 10 minuta. Ermira kishte qëndruar aty, e qetë, me duar të mbledhura. Kur mjeku doli dhe tha, "Shkoj mirë", Lorina ndjeu se i u zbrazën gjunjët. Jo dramatikisht, thjesht ndjeu pa pritmas peshën e gjithë asaj kohe pritjeje, dhe sa shumë kishte mbajtur pa e lëshuar. Ermira qau hapur, pa u fshehur. Lorina e shikoi, dhe pa diçka, pa dhimbjen e nënës, dhimbje të vërtet, jo performancë. Dhe kjo dhimbje e vërtet, ndryshoi diçka shumë të vogël, por të rëndësishme brenda Lorinës. Nania erdhi në dhomë pas 2 orësh, ishte e zbetë, e lodhur, me tuba dhe elektroda. Por kur i hapi syt dhe pa Lorinën dhe Ermirën të dyja aty, pranë krevatit, bëri atë gjë të vogël, rriti këndin e buzës. Buzëqeshje gjysmake, e vogël, por e tillë sa që mbushi dhomën. Nania u shërua ngadalë por me vendosmëri, si gjithçka që bënte, ngadalë, me qëllim, pa u ankuar. Ermira mbeti 3 javë. 3 javë të denca, të ngarkuara, plot gjëra të thona dhe të pathëna. Kujdesej për Nanian me durim. Herët e natës kur Nania kishte nevojë, Ermira ngrihej pa pritur të ngrihej Lorina. Gatuante, jo aq mirë sa Nania, jo aq mirë sa Lorina mësuar prej Nanjes, por me mirëvullnet. Dhe me ngadalë, midis 3 grash nën të njëjtën çati, u krijua diçka. Jo familje siç shkruhet në librash, jo e rregullt, jo e plot, jo me plag, por diçka e vërtet. Fije të holla, të brikshta, por të vërteta. Lorina dhe Ermira filluan të flisnin, jo thjesht të bisedojnë, por të flisnin. Natën kur Nania flinte, rinin në kuzhinë dhe flisnin.
Ermira tregonte jetën e Itali, jo si histori suksesi, por si histori reale, me vështirësi, me gabime, me kora kur ishte qenë aq e vetmuar, sa që kishte qarë fshehtazi në banjë. Marko ishte burr i mirë, e pranoi Ermira, por martesa nuk ishte ëndra, ishte kompromisi ndershëm. Kur nuk isha aq e lumtur siç mendova do isha kur ika, tha Ermira një mbrëmje. Pse nuk u ktheve atëherë? Pyeti Lorina. Ermira mendoi. Turpi, tha, ika me kaq shumë shpresë, dhe njerëzit dinin, lagje dinte, nëse kthehesha dukej si humbse, dhe duke mos u kthyer, humba gjëra më të rëndësishme se turpi. Ermira e shikoi. Humba ty. Pauzë. A mendove ndonjëherë se mund të vije të merre mek? Pyeti Lorina, me atë pyetje 9-vjeçare, atë pyetje vjetër, tashme e veshur me fjalë të rritjes. Mendova, shumë herë, dhe çdo herë kuptoja se nuk mund ta bëja, jo pse nuk doja, por pse duke ikur këtu, do t'i merreja njëzingja e vetme e mirë në jetën tënde. Nanja. Heshtje. Pastaj Lorina, ajo grua ka dhënë gjithçka. Di. Jo vetëm për mua, ka dhënë edhe për ty. Ermira uli kokën. Ka fshehur shumë gjëra nga unë apo jo? Pyeti Lorina. Ermira e ngriti kokën ngadalë. Po. Çfarë? Dhe Ermira tregoi atë gjë që Nania kishte mbajtur me vite, atë sekret që rrinte si themeli i fshehur i të gjithë historisë. Babai i Lorinës, ai burr që iku para se të lindte, nuk ishte thjesht burr që iku. Kishte bërë diçka shumë më të rëndë. Kishte kërkuar kujdestarinë e Lorinës, jo nga dashuria, por nga hakmarrja ndaj Ermirës. Kishte kërkuar nëpër gjykata, kishte bërë presion, kishte kërcënuar, dhe Nania, ajo grua e vogël me duar të rrudhosura, kishte dalë para gjykatave, kishte luftuar, kishte bërë çdo gjë ligjore dhe çdo gjë njerëzore për ta mbajtur foshnjën pranë saj. Kishte shpenzuar gjithë kursimet e jetës, kishte lutur, kishte qarë, kishte qëndruar dhe kishte fituar. Por kur nuk ja kishte treguar Lorinës. Kur? Pse nuk më tregoi? Pyeti Lorina me zë të dridhur. Sepse nuk donte të ngarkonte, tha Ermira, dhe sepse nuk donte të linte urrëtie ndaj babait. Thoshte, fëmijët nuk duhet ta urrejnë baban, pavarësisht gjithçkaje. Lorina qëndroi e heshtur për kohë të gjatë. Pastaj ngriti kokën dhe tha, kjo grua është shenjtore, dhe nuk e tha si metafor, e tha si fakt, i thjesht, i pastërt, i pamohueshëm. Ermira qau sërish, por këtë herë Lorina nuk e shikoi nga larg, uli dorën dhe ja mori dorën, si të rriturit e dy, jo si nëna e vajza e humbur e gjendur, por si dy gra që kuptojnë njëra tjetrën. Ishte gjestin i parë i vullnetshëm i afërsisë. Të nesërmen, Lorina shkoi tek Nania. Ishte mëngjes herët, Nania sapo kishte pirë kafen dhe rrinte te dritarja duke parë oborrin. Dielli i agjimit bënte lulet e trëndafilit të duket si ngjyra portokali. Nani, tha Lorina duke ulur pranë saj. Di gjithçka. Nania e shikoi ngadalë. Shikimi i saj nuk kishte surprizë, kishte pritje. Kishte pasur gjithmonë atë moment pritjeje. Ermira të tregoi? Po. Nës më mërzit me të, tha Ermira. Duhet ta dije. Nani, pse nuk më tregove vetë, gjithë këto vite? Sepse nuk donte të mundoheshe, dhe unë jetën e kisha qëllim të mos mundoheshe pa nevojë. Nania e mori dorën. Ke patur dhimbjet e tua, mjaftonte ato. Lorina mbajti lotët me vështirësi. Ti nuk e pasur kur dhimbjen tënde? Pyeti. Edhe unë kam patur, tha Nania qetë, por dhimbja e jotja ishte e imja gjithashtu, dhe nëse mund ta mbaja unë për ty, e mbajta. Lorina rate gjuri Nanjes, siç kishte bërë sa herë si fëmijë, siç kishte bërë kur kishte frikë, kur kishte mërzitje, kur kishte nevojë. Ra atje, me kokën mbi gjurin e saj, dhe kësaj here qau pa ndalur. Qau për të gjitha vitet, për 16 vjet pritjet e porta, për foton e rënë nga letra, për ditën e lindjes kur nëna nuk erdhi, për pyetjet e natës, për dhomën e mbyllur brenda, për shpejtin e Ermirës që nuk ishte kuptim normal. Dhe Nania, ashtu si të gjithmonë, la dorën mbi flokët e saj dhe nuk tha asgjë, thjesht qëndroi aty, e pranishme, e fortë, e dashur. Kur qarja mbaroi, Lorina ngriti kokën dhe tha, si mund ta kthej këtë? Nuk kthehet dashuria bi,
Dashuria jepet, kaq. Ermira u kthye në Itali, por këtë herë kthimi nuk ishte i njëjtë si kthimet e mëparshme, si humbja në errësirë. Këtë herë kishte lënë diçka parapas, një dritare të hapur midis tyre, diçka si premtim i brisht, por i vërtet. Telefonoheshin rregullisht, Lorina dhe Ermira, jo çdo ditë, jo me atë intensitet të marrëdhënies normale nëna e bija, por me rregullsi. Herë në javë, herë edhe 2 herë, flisnin si 2 njerëz që kanë vendosur të ndërtojnë urë, tull pas tulle, edhe nëse ura duket ende larg. Lorina mbaroi studimet me nderime. Ceremonia e diplomimit ishte ditë me diell, me gjithë klasën të veshur kuqezi, me familjar të mbushur në përsall. Nania ishte atyr, me xhaketën e kalërt me karafil, me fustanin e zi, me shallin e bardh, e njëjta veshje si në stacion, si gjithmonë e bukur me atë bukuri të thjeshtë. Lorina e pa nga salla dhe ndjeu atë ngrohje familjare, shtëpiake, të palëvizshme. Ermira nuk ishte ardhur, kishte pasur probleme udhtimin, kishte thënë. Lorina e kishte kuptuar, kishte thënë nuk ka gjë dhe kishte nënkuptuar, por kur kishte marrë diplomën dhe kishte kthyer syt nga salla, ishte shikuar automatikisht te vendi bosh pranë Nanjes. Vendi bosh kishte folur. Por pastaj telefoni i kishte bërë bazë, mesazh nga Ermira me fotografi. Ermira para ekranit kompjuterit me ceremoninë e transmetuar live, me lot në përfaqe dhe me fjalën jam aty me ty. Lorina kishte buzëqeshur, buzëqeshje e vogël e sinqert. Ishte diçka, nuk ishte gjithçka, por ishte diçka. Pas diplomimit, Lorina gjeti punë në kryeqytet, punë me shkrim dhe përkthim, punë që i pëlqente, por çdo fundjavë e mundshme merrte autobusin drejt jugut, drejt qytetit të vogël, drejt shtëpisë me mure të bardha dhe figë të madhe, drejt Nanjes. Nania po shërohej mirë, operacioni kishte qenë i suksesshëm, ilaçet i merrte me rregullsi. Kjo kishte qenë betejë e vërtet, sepse Nania kishte atë vestë të moshuarve për të harruar apo neglizhuar ilaçet. Lorina i kishte blerë kutinë e organizimit e ilaçeve dhe i kishte shkruar orarin e madh duke e ngjitur mbi frigorifer. Si s'kam menduar vet, kishte thënë Nania me humor, sepse mendoni mirë veten kur nuk ishe e sëmur, kishte thënë Lorina. Jeta mori ritmin e vet të ri, jo të njëjtë si para, asgjë nuk mund të ishte si para, por ritëm i ri. Enida kishte gjetur punë në të njëjtin qytet dhe ato dy shoqe vazhdonin jetën e tyre të vogël. Punë, darkë bashk ndonjëherë, biseda deri vonë, por pastaj erdhi ajo ditë. Erdhi si të gjitha ditët e rëndësishme, e zakonshme në sipërfaqe, e rëndomt, pa shenja paralajmëruese. Ishte mëngjes i hershëm, Lorina ishte në apartamentin e saj, po pinte kafe para kompjuterit, po shikonte postën elektronike. Telefoni biu, numri ishte i Nanjes. Nani, mirëmëngjes, tha me ton të zakonshëm të gjallë, por nga ana tjetër nuk erdhi Nania. Erdhi zëri i fqinjes. Vera, gruaja e re nga poshtë, ajo që Nania e kishte ndihmuar kur kishte lindur fëmijën e parë, ajo që vinte t'i bënte shoqëri her pas here. Lori, tha zëri, dhe tashmë nga i ton, nga jo pauze vetme, Lorina dinte. Trupi e dinte para se mendja ta pranonte. Çfarë ka Nania? Pyeti. Zëri u doli tepër i qetë, atë qetësi tjetërsisht artificiale. Lori, bi, Nania ka pasur vështirësi të mëdha natë. Ambulanca erdhi. Ajo është në spital. Por Lori, gjendja është pauzë, gjendja është serioze. Lorina la filxhanin, nuk ra, e vendosi me kujdes, si atë gotën e ujit dikur, dhe ngriu për 1 sekond, vetëm 1 sekond. Pastaj lëvizi. Po vi, tregoje mjekut, po vi. Mori çantën, mori çelsat, doli. Rruga drejt stacionit autobuzit dukej shumë e gjatë. Autobuzi priste 10 minuta, 10 minuta që dukeshin si orë. Brenda autobuzit, Lorina telefonoi Ermirën. Ermira u përgjigj pas 2 thirrjesh. Lori, tha Ermira. Ermira, zëri Lorinës nuk dridhej, ishte shesht, i pastër, si ujë i ftohtë. Nania është në spital, serioze. Ti duhet të dëgjosh tani dhe të vendosësh shpejt. Heshtje shkurtër. Po vi, tha Ermira, biletën e para. Po vi Lori, betohem. Lorina mbylli telefonin dhe shikoi dritaren e autobuzit, shikoi bujqësinë kalimtare, rrugët, pemët, gjithçka duke kaluar si slajde, dhe brenda, ajo dhomë mbyllur, ajo dhomë me pyetje, ndjeu se po hapej, por jo me pyetje, me frikë të thjesht, njerëzore, primitive. Mos e humb, mos ma hiq këtë, jo ende, jo tani.
Spitali ishte ai spitali vogël rajonal, ndërtese vjetër, korridore me ngjyrë të bardhë të jellështuar, erë dezinfektanti, ndriçim fluoreshent. Lorina e dinte mirë, ishte ardhur atje 2 herë me nanjen për vizita mjekësore, kishte qëndruar aty gjatë operacionit. Mjeku e priti jashtë dhomës. Ishte i ri, me sy lodhur, kishte qenë natën me radhë. Familja e zonjës Fatime? Pyeti. Unë jam, tha Lorina. Nipja? Mbesja. Dhe pastaj, pas një fryme të vogël, por si bij. Mjeku e shikoi me atë shikim profesional njerëzor. Zemra ka pasur stres shumë, ka qenë dobësi akumuluese pas operacionit. Gjendja është e stabilizuar tani, por bëri pauzë. Por e keni të qartë se zemra nuk është si ishte. Sa? Pyeti Lorina. Pyetja e thjeshtë, e drejt për drejt, ajo pyetja e vetme që kishte rëndësi. Nuk mund të japim parashikim. Çdo ditë të mirë është mirë. Duhet kujdes maksimal, qetësi, medikamente dhe u ndalua. Dhe pranësinë e njerëzve të dashur. Kjo ndihmon. Lorina e falenderoi dhe shkoi drejt dhomës. Hapi derën ngadalë. Nanja ishte atje. E vogël, shumë e vogël dukej në atë krevat të madh spitali. Me tuba, me elektroda, me makineri që bënin bip, bip, bip me ritëm. Por syt, ata syt zinj të mprekt, ishin hapur kur dëgjoi hapin e Lorinës. Erdhe, tha me zë të dobët. Isha atje, tha Jorina duke afruar karrigen dhe duke ulur shumë pranë. Gjithmonë aty. Nanja e ngriti dorën ngadalë. Lorina ja mori. Ato duar të vogla, shumë të lehta tani, shumë të ftohta. Mos u bezdis shumë, tha Nanja. Nani, ndaloje. Mirë, mirë, buzëqeshja e dobët. Si e ke ti? Ke ngrënë? Lorina qeshi në përlot. Nani, ti jeton në spital me tuba dhe pyet nëse kam ngrënë. Mësohesha bi, 30 vjeta bis. Lorina mbajti dorën e saj dhe nuk e lëshoi. Rinte aty dhe dëgjonte makinën. Bip, bip, bip. Dhe mendoi se çdo bip ishte çmuar, se çdo bip ishte dhurat. Ermira arriti pas nesër, me vrap, me çantë të nxituar, me sy të lodhur nga udhëtimi i gjatë. Kur hapi derën e dhomës dhe pa Nanjan në krevat, u mbajt te kufiri i derës për një çast, si të kishte goditur mur transparent. Pastaj hyri. Nën, tha, dhe ky zë, me atë fjalë, kishte brenda gjithçkaje, keqardhje, dashuri, faj, pendim dhe një çka si lutje. Nanja e shikoi dhe buzëqeshi, jo me pikëllim, por me atë buzëqeshje të gjërër të njohur që kishte dikur. Ermira, tha, e dija se do të vije. Dhe Ermira ra të gjuri i krevatit dhe mbajti dorën e saj, si Nanja kishte mbajtur, si të dyja kishin nevojë të mbajnë atë lidhje fizike, si të frikoheshin se nëse e lëshonin, diçka do të humbt. Lorina qëndroi në anën tjetër. 3 gra, Nanja në mes, me nga një dorë në secilën anë. Ditët në spital ishin ditë të veçanta, të mbushura me një lloj kohe tjetër. Kohë spitali, ku orët kalojnë si minuta dhe minutat si orë. Flisnin, të trija. Flisnin si ndonjëherë nuk kishin folur kurrë. Nanja tregonte histori. Ato histori të vjetra, të njohura, por edhe të reja. Histori që Lorina nuk i kishte dëgjuar kurrë. Tregoi historinë e saj me Arifin, burrin e saj, gjyshrin e Lorinës, me detaje që Lorina nuk i dinte. Tregoi ditën kur ishin rënë dashurosh. Ishte ditë tregu, kishte rënë shi i papritur, dhe Arifi kishte mbrojtur Fatimen me xhaketën e tij. Kaq bëri, tha Nanja me sy të ndritur. Vetëm mbrojti nga shiu, por mënyra si e bëri, me kaq kujdes, sikur isha diçka e çmuar. Tregoi vdekjen e Arifit, 10 vjet pas martesës, zemër, papritur. Zgjova një mëngjes dhe burri im nuk merrte frym. Kaq, tha pa dramatizim, por me atë qetësi që ka kaluar në për shumë lot dhe ka arritur te paqja. Tregoi për rritjen e Ermirës, fëmijë i vështirë, i ashpër, plot energji. Ti ishe si stuhi, nga mëngjesi deri në darkë nuk qetësoheshe, por kur flehe, kishte fytyrë engjulli. Ermira qeshi me syt me lot. Dhe tregoi për Lorinën, por jo historinë e Lorinës siç e dinte. Historinë e brendshme, atë që kishte ndjerë kur e kishte marrë për herë të parë në krah si foshnjë, kur Ermira kishte shkuar dhe ajo kishte mbetur me atë fëmijë të vogël.
Ishte e dytën mëngjes pas Ermirës u largua. Zgjova herët, kishte heshtuar e gjitha, shtëpia, lagja, gjithçka. Dhe nga dhoma tjetër, dëgjova tingull i vogël, jo kjaj, jo klith, vetëm tingull, si zëri i parë i jetës. Shkova, ti ishe zgjuar, kishe sytë hapur, ata sytë zinj dhe po shikonte tavanin, dhe unë qëndrova te pragu dhe mendova, kjo është e imja, kjo më është dhënë me qëllim. Heshtje e thellë në dhomë. Nani, tha Lorina me zë të ndryshuar. Nuk u pendova as një ditë bi, as një ditë të vetme. Gjatë javës në spital, ndodhi diçka tjetër, diçka që Lorina nuk e kishte pritur. Nania kërkoi të fliste me Lorinën vetëm, pa Ermirën. Ishte mbrëmje, Ermira kishte dalë të blinte gjëra, Lorina u ul pranë. Bi, tha Nania, duhet të tregoj diçka, gjë që kam mbajtur shumë kohë. Lorina ndjeu atë rëndim të njohur. Çfarë nani? Nania bëri frym ngadalë. Babai yt, ai burr, para 2 ditësh ka dërguar letër tek unë. Lorina ngriu. Letër çlloi. Letër ku kërkon të ta bëj të ditur diçka. Kishte sëmundje serioze. Dhe në atë letër, ai kërkoi falje. Heshtje absolutisht totale. Makineria, bip, bip, bip. Falje? Lorina e tha fjalën si ta provonte, si të donte të shihte çfarë shije kishte. Po, shkruante se e kuptoi çfarë bëri, shkruante se asnjëherë nuk ishte merituar ty si bij, dhe shkruante, Nania bëri pauzë. Shkruante se çdo herë që kishte kaluar keq në jetë, kishte menduar se ishte ndëshkim për atë që kishte bërë. Lorina ngriti dorën. Nani, mjaft. Lori, mjaft, tha sërisht, jo me zemrim, me atë vendosmëri të qetë. Ai burr nuk ka vend në jetën time, jo si armik, jo si dashuri. Thjesht nuk ka vend. Ka qenë biologji, asgjë tjetër. Nania e shikoi me kujdes. A ke siguri? Po. Nuk ka lënë, Nania hezitoi. Nuk ka lënë asgjë. Letër tjetër, tha se kishte pasuri të vogël dhe donte ta ndante me ty. Lorina qeshi e vërtet, e befasishme, pak e hidhur. Jo, nuk dua asgjë prej ti. Mirë, tha Nania thjesht. Thash ta dije, vendimi është i yti. Lorina qëndroi e heshtur. Mendoi për atë burr, figura abstrakte, pa fytyrë të qartë, pa zë. Mendoi se si do të kishte qenë jeta nëse ai burr nuk do të kishte tentuar të merrte kujdestarin, nëse Nania nuk kishte luftuar, nëse gjërat kishin qenë ndryshe. Por gjërat ishin siç ishin, dhe ajo ishte ajo çfarë ishte. Lorina, e rritur nga Nania, e formuar nga dashuria e asaj gruaje të vogël me flokë të bardha. Nani, tha, a ka gjë tjetër që nuk di? Nania mendoi, sinqerisht, me atë shprehje të mendimit të vërtet. Jo bi, mendoj se tani di gjithçka. Mirë, Lorina e mori dorën. Tani mund të qetësohesh. Nania qeshi pak. Qetësia e mirë bi, vjen kur di se ata që do i kesh mirë pas teje. Do jemi mirë. Edhe ti dhe Ermira? Pauze vogël. Edhe unë dhe Ermira, po punojmë. Nania mbyllte syt. Kaq doja të dëgjoja. Ermira u kthye dhe gjeti Lorinën duke i mbajtur dorën Nanies në gjumë. E shikoi dhe nuk tha asgjë. U ul në karrigen tjetër dhe mori librin e saj. 3 gra, qetësi, zëri i makinës. Dhe atë mbrëmje, kur Nania flinte dhe ato dyja ishin ulur jashtë në korridor, Lorina u drejtua Ermirës. Kur kthehesh në Itali, a do vazhdojmë të telefonohemi? Ermira e shikoi. Dëshiron? Dua të njoh, jo si nën. Akoma nuk jam atje, por si njeri, si person. Dua të di si je. Ermira kishte syt me lagështi. Edhe unë dua. Atëherë do vazhdojmë. Kjo ishte premtimi, jo i madh, jo dramatik, por i sinqert. Tull tjetër, mbi ur. Nania doli nga spitali pas 12 ditësh. Lorina kishte marrë leje nga puna. Ermira kishte zgjatur qëndrimin. Erdhën të 3 bashk, me taksinë e qytetit, me çanta të vogla, me lodhje dhe lehtësi të përzier. Kur hyn në obor, dhe Nania pa figun, pa trëndafilat, pa këtë zbehta pasi askush nuk ishte qenë t'ju iste, pa muret e bardha familjare, bëri diçka të çuditshme. Qëndroi e fikur pak sekonda, pastaj theu zërin. Edhe po do kthehesha prej andej, do kthehesha tek kjo shtëpi. Lorina dhe Ermira e shiknin. Prej ku nani? Pyeti Lorina. Prej çdo kund bi. Bëri buzëqeshje. Kjo shtëpi ka magji. Hyn brenda,
Lorina nisi me njëherë të pastronte, të rregullonte, të gjente pozicionin e duhur ku të rrinte Nania. Ermira shkoi në kuzhinë dhe filloi të gatuante, me recetën e nanjes, të gjendur në atë copë letër të verdhime, të cilën Nania e kishte treguar vetë pas insistimeve. Ishin natë e re në nxati të njëjtë, por kësaj here kishte ngrohje tjetër, jo vetëm ngrohja e shtëpisë, por ngrohja e 3 njerëzve që kishin kaluar në për diçka bashk dhe kishin dalë tjetër nga ana tjetër. Gjatë asaj periudhe 2 javore, ndërkohë që Ermira vonoi kthimin dhe Lorina mbeti me leje zgjatur, ndodhi gjëja më e ëmbël dhe njëkohësisht e trisht. Filluan të grumbullonin kujtime. Jo vetëm të rritnit, edhe Nania. Çdo mëngjes kur pisnin kafen bashk, Nania tregonte si të zgjaste ato momente, si të dinte se çdo tregim ishte dhurat, se duhet dhënë ndërkohë që mundesh. Tregoi historinë e fshehur të shtëpisë, se si e kishte ndërtuar Arifi me duart e tij dhe duart e 2 vëllezërve, gur mbi gur, gjatë 3 verësh. Ka shumë djers nëpër mure, thoshte, djers dashurie. Tregoi historinë e figurë e oborrit, sepse kishte blera të pemë, sepse fiku jep fryt ngadalë, me durim, dhe dashuria është e njëjtë, nuk nxiton. Tregoi historinë e recetave, se kush ja kishte mësuar recetën e çokoladës me çokoladë. Motra ime e madhe, Hanumja, i ku herët nga ky botë, por recetat i mbajta, janë si ajo gjallë, në për receta. Lorina shkruante, jo me qëllim fillimisht, por gjeti veten që nxirrte fletoren dhe shkruante. Fjalë, fragmente, dhomza historish. Ishte ndjesi instiktive, si të kuptonte se ato fjalë duhet të mbahen diku jashtë kujtesës, diku ku nuk harroheshin. Një dite, Nania e kapi duke shkruar dhe pyeti, "Çfarë shkruan?" "Ty", tha Lorina thjesht. Nania qëndroi e heshtur pak. "Shkrua më mirë", tha pastaj, "nuk kemi bërë gjëra të liga." "E di, Nani." Ermira shihte gjithë këtë. Lorinën që shkruante, Nanian që tregonte, dhe ndjente diçka komplekse. Ndjente krenarin ndaj bijës që kishte rritur dikush tjetër, ndjente dhimbje për gjithçka që kishte humbur, ndjente mirënjohje ndaj nënës që e kishte zvendësuar, pa e zvendësuar. Një mbrëmje, ja tha Nanjes, kur ishin vetëm, kur Lorina kishte dalë te oborri me gitarën. "Nën, si e bëre? Si bëra? Çfarë bëra? Si e rrite kaq mirë?" Nania e shikoi me atë shikim të saj të thellë. "Nuk e rrita unë, Ermira, e rriti vetë, unë vetëm i dhash tokën, por toka duhet jetë e mirë. Toka ishte dashuria, toka gjithmonë ishte dashuria." Jashtë, nën qiellin e hapur, dëgjoi gitara. Lorina lonte, ndonjë melodi e ngadalë me ndjenjë, nuk ishte fjalë, thjesht melodi, si rrjedh uji mbi guri. Ato dyja dëgjuan, dhe dëgjimi i asaj muzike, atë natë, me dritën e diellit të perënduar dhe me yllin e parë të dalë, ishte momenti kur gjërat e pathëna gjetën vendin e tyre. Kur Ermira u kthye në Itali, kësaj here me përgjafime të vërteta, me premtime të vërteta, Lorina gjeti në dhomën e mysafirëve ku kishte fjetur nënës, mbi ashtëk, një letër. Letra ishte palosur me kujdes, me emrin Lori, shkruar me dorë shkrim të Ermirës. Lorina e mori, shkoi obor, ul nën hijen e fikut, si gjithmonë si fëmijë, dhe e hapi. Letra ishte e gjatë, shkruar me dorë disa faqe, pa data, pa formalitete, thjesht fjalë, ato fjalë që nuk kishin gjetur kohë ose trimuri në biseda. "Lori, nuk di nga ku të filloj. Kam shkruar dhe fshirë këtë letër 10 herë, dhe sa herë filloj ndryshe, por gjithmonë dal në të njëjtin vend, tek ti. Ti je ndoshta gjëja e vetme e vërtetë dhe e padiktueshme e jetës ime. Gjithçka tjetër, vendimet, zgjedhjet, vendet ku jetova, ka mundur ti kontrolloja, ti ndryshoja, ti arsyetoja. Por ty, sa herë mendoj për ty, nuk ka arsyetim, ka vetëm ndjenjë, dhe ajo ndjenjë është gjithmonë dhimbje. Jo dhimbje e zakonshme, dhimbje e asaj lloji që ndihet kur di se ke lënë diçka thelbësore pas dhe nuk mund të kthehesh ta marrësh, sepse jeta ka ecur mbi atë vend dhe ka ndryshuar gjithçka. Ti u rrite pa mua, dhe kjo është fakt që nuk e ndryshon asnjë letër, asnjë fjalë, asnjë sasi pendimi, por dua të dish diçka, jo si justifikim, por si të vërtet.
Çdo mëngjes i parë i çdo dite, mendimi i parë që kisha ishte ti. Jo punët, jo Marko, jo jeta e Italisë. Ti. Pyesja veten si fjete, çfarë ndrove, si dukej tani. Dhe pastaj ikte ai mendim. E detyroja të ikte, sepse nëse qëndronte, nuk mund të funksionoja. Disa njerëz janë të fortë duke mbajtur, unë isha e dobët duke lëshuar. Ky nuk është justifikim, është vetëm me vërteta. Tani, pasi të pash, pasi pash gruan që u bëre, pasi dëgjova si flet, si mendon, si mban dorën e nanjes, ndjeva diçka që nuk e kisha ndjer për vite. Krenari. Krenari pa merit, sepse nuk e bëra unë, por krenari pa mundur të ndaloj. Ti je mrekullueshme, Lori, jo sepse je bi ime, po të isha e huaj do të thoja të njëjtën gjë, je grua e plot, e ndershme, e guximshme. Nuk kërkoj të bëhesh bi ime siç duhet të jesh, nuk kërkoj të harrosh vitet, kërkoj vetëm nëse mundesh, nëse dëshiron, të më lësh të jem pjesë e vogël e jetës sate, edhe e vogël, edhe periferike, mjafton të di se je mirë. Nani yt, nëna ime, ka bërë gjën më të madhe që bëhet një jetë, të dashti këtë tjetër si vetveten. Unë kur nuk kam arritur atë nivel dashurie, por ajo ma mësoi se ekziston, dhe kjo, e vetme, i avlen gjithçka. Dua ty, Lori, siç mund të duaj dikush që nuk e di plotësisht si duhet. Nëna jote, Ermira. Lorina lexoi letrën 2 herë, pastaj e mblodhi me kujdes dhe e vendosi në gjerin e xhaketës, pranë zemrës. Qëndroi nën hijen e fikut dhe shikoi oborin, trëndafilat, karafilat, ato lule vjollc pa emër që sillnin fat. Shikoi muret e bardha, dritaret me perdet e lehta të lëvizura nga era, oxhakun e vjetër mbi çati. Shikoi gjithë këtë dhe ndiu diçka që nuk kishte emër të saktë, por ishte i afërt me paqen. Jo lumturia e plot. Lumturia e plot ishte gjë tjetër, gjë ndoshta e pamundur, por paqe. Paqe e atij lloji që vjen kur vendos të pranosh gjërat siç janë, jo siç duheshin të ishin. Nania doli te dera e oborit. "Çfarë i ulur?" pyeti. Mendoj. Mendimi i mirë apo i keq? I mesëm, the Lorina, por prir nga i miri. Nania e shikoi nga larg. Ermira la diçka? Po. E lexove? Po. Nania nuk pyeti më. Erdhi ngadalë, me hapa të kujdesshëm, me atë ecje të re që kishte marrë pas operacionit, pak më e ngadalt, pak më e kujdesshme, dhe ul pranë Lorinës nën hijen e fikut. Ulën aty të dyja, heshtura, me erën e trëndafilve, me zërin e grillës, me qiellin e madh blu mbi ta. "Nani," tha Lorina pastaj, "a ke pendim ndonjëherë për gjërat e jetës?" Nania mendoi sinqerisht, ato mendim të vërtet, jo të shpejt. "Pendim kam," tha, "por jo për gjërat që bëra, për gjërat që nuk e bëra me kohë. Ndonjëherë Arifit nuk i thosha sa e doja, mendoja ka kohë, nuk kishte kohë sa mendoja. Pauzë. Kjo mua nuk më ndodh, me ty. Di bi, çdo herë që e ndjej, ta them, di." Tani, për shembull, Lorina u kthye dhe e shikoi. "Të dua, Nani, je gjithçka e jetës ime, gjithçka." Nania e mori fytyrën e Lorinës në duar, ato duar të vogla, të rrudhshura, me ngrohtësinë e shumë dashurie. E mori ashtu dhe e shikoi gjatë, me ato sy të mpret, si lexoi thellë. "Edhe unë," tha, "edhe unë ty bie zemre." Muajt kaluan. Lorina u kthye në punë, por vizitat e Naniat bëheshin më të shpeshta, jo çdo fundjavë, por sa mundej, sa herë shpirt tjetër hiqte atje. Me Ermirën, gjërat po rriteshin ngadalë, si bim e vogël që di të rritesh, por nuk nacit. Telefonoheshin çdo javë. Herë bisedat ishin të lehta, me gjëra të vogla të jetës përditshme, herë ishin të rënda, me gjëra të vjetra që dilnin sipërfaqe, si frymarrje nga thellësia. Ermira kishte filluar terapin, ja kishte treguar Lorinës pa e pyetur. "Kam vendosur," kishte thënë thjesht. "Mirë bëre," kishte thënë Lorina dhe kishte menduar sinqerisht. Marko, burri i Ermirës, kishte telefonuar një herë. Kishte thënë, "Lori, dua të dëgjosh, nuk jam armiku yt, dua mirën e njënës sate." Lorina kishte thënë, "Faleminderit," dhe kishte menduar se ndoshta kjo ishte e mjaftueshme për tani. Jeta kishte shumë shtresa dhe nuk i duhej t'i hapte të gjitha menjëherë. Enida u martua me një burr të mirë nga qyteti i saj, ceremoni e vogël, dasëm e gëzueshme. Lorina ishte kujdestare e nuses dhe mbajti fjalim që bëri gjithë sallën të qante dhe të qeshte njëkohësisht. Enida e kishte përqafuar pas dhe thënë, "Ti shkruan për zemrat e njerëzve sepse ke zemër shumë të madhe vetë." "Mësova nga Nania," kishte thënë Lorina. "E di,
Kjo është komplimenti dyfisht. Shkruante gjithnjë e më shumë. Fragmentet e fletores kishin filluar të bëhen diçka më i plot, tregime të lidhura, copa të një mozaiku. Nuk e dinte çfarë do bëhej me to. Ndoshta asgjë, ndoshta diçka, por shkruante sepse kjo ishte mënyra e saj të kuptonte jetën, duke e kthyer në fjalë. Një dite, duke lexuar ato fletore, kuptoi diçka. Të gjitha historitë e saj, të gjitha momentet kyç, të gjitha kthesat, kishin Nania në qendër, jo si personazh ansor, jo si sfond, si ylli kryesor rreth të cilit kishte rrotulluar gjithçka. Dhe kuptoi gjithashtu diçka tjetër. Historia e Nanies nuk ishte vetëm e Nanies, ishte historia e shumë grave, grave që rrisin fëmijë të tjerëve, grave që japin pa pyetur, grave që mbajnë gjithçka me duart e tyre të vogla, të rrudhosura, pa u ankuar. Nuk ishte histori vetëm e trisht, ishte histori heroike, me heronj pa kape, pa fanfare, pa çmim. Vendosi të shkruante atë histori, jo si detyrim, por si dëshirë, si nevojë, si dhurat. Ndodhi një herë, pa paralajmërim, pa shenjë. Lorina ishte në zyrë, mesditë, punë e zakonshme, kafeja e tretë e ditës, shiu i lehtë jashtë dritares, telefoni biu, numri i Nanies. "Nani, si je?" sa me tonin e përditshëm. Por nga ana tjetër, sërisht nuk ishte Nania. Ishte Vera sërisht, por kësaj here, zëri i saj ishte ndryshe, nuk ishte frikë, kishte diçka tjetër, diçka e qetë, e rëndë, e pastër. "Lori bi." "Çfarë ka?" Automatike, instiktive. "Bi, Nania." Pauze vogël e delikate. Nania ndroi jetë pa kohë më parë. Iku qetë, në gjumë. Mjeku tha nuk ka vuajtur. Bota u bë e heshtur. Jo heshtja dramatike e filmave, heshtja reale, ajo heshtje e papritur, kur diçka e madhe ndodh dhe truri ngec një moment para se të vazhdoj. Lorina qëndroi me telefonin në dorë, nuk foli, nuk bëri asgjë, thjesht ndenjëri aty me kafen e ngrohtë në tryez, me shiun e lehtë jashtë dritares, dhe ndjeu se diçka thelbësore, diçka e palëvizshme gjërat herë, kishte zhvendosur. "Lori," tha Vera me kujdes. "Po, jam," tha Lorina. Zëri u doli i qetë, tepër i qetë. "Të duhet ndokush, dua të..." "Po vi," tha Lorina. "Faleminderit Vera." Mbylli telefonin. Qëndroi aty edhe pak sekonda, pastaj mori çantën, doli nga zyra, pa i thënë askujt asgjë. Doli në shi, të lehtë, të njomt, të ftohtë, dhe qëndroi atje mes njerëzve që kalonin me umbrela, me nxitim, me jetët e tyre. Dhe atëherë filloi të qante. Jo si kur qante si fëmijë, në heshtje, pa zë, me kontroll. Kësaj here qau me zë, qajte si dikush që ka mbajtur shumë dhe trupi nuk mban më. Qajte mes rrugës, mes shiut, mes njerëzve të huaj. Qajte për Nanian, për atë grua të vogël me sytë e zinj, me duar të rrudhosura, me historinë hershme, me dashurinë panfund. Qajte për të gjitha mirëmëngjeset, për të gjitha ka lindur ditat, për të gjitha recetat të shkruara me dorë, për të gjitha historitë para gjumit, për figun, trëndafilat, lulet vjollce, për jaket e kaltër me karafil, për çajin e zakonshëm, për bukën pakore, për kremrat e duarve. Qajte për gjithçka, dhe asgjë prej asaj qatjeje nuk ishte e tepërt. Pastaj thiri Ermirën. Ermira ju përgjigj menjëherë. "Lori." "Nania iku," tha. Thjesht kaq. Heshtje nga ana tjetër, e shkurtër, e thellë. Pastaj zëri i Ermirës, i dridhur, i thyer. "Po vi Lori, po vi tani." "Mirë." "Lori." "Po?" "Mos je vetëm." "Dëgjo." Lorina shikoi rrugën e lagur, njerëzit me ombrela, shiun, qiellin gri. "Nuk jam vetëm," tha, dhe kuptoi se e thoshte me të vërtetën, sepse edhe nëse fizikisht ishte vetëm atë çast, brenda saj kishte gjithçka që Nania i kishte dhënë. Çdo fjalë, çdo histori, çdo mëngjes, gjithçka. Nania jetonte brenda saj, dhe kjo nuk do shkonte kurrë. Varrimi ishte i thjeshtë, ashtu siç e kishte dashur Nania. Pa bujë, pa shumë ceremonial, me njerëzit e lagjes dhe familjarët e pakët.
Qyteti i vogël doli, sepse Nania kishte qenë pjesë e tij për 30 e ca vite. Grua e Arifit, nënë e Ermirës, gjyshe e Lorinçës, siç e thërriste lagja. Ermira kishte ardhur e para herë pas shumë vitesh reja, pa kufizim kohor. Kishte ardhur pa bilet kthimi bler. Kishte ardhur pa kufizim kohor. Marko kishte kuptuar. Kishte thënë, qëndro sa të duhet, dhe Ermira kishte qëndruar. Ditët pas varrimit ishin ditë të çuditshme, të mbushura njëkohësisht me trishtim dhe me gjallëri. Njerëzit vinin, sillnin ushqim, flisnin, tregonin kujtime. Çdo person kishte historinë e vet me Nanjen, dhe çdo histori shtonte diçka te mozaiku. Fqinju Mimi, plaku muzikant, erdhi me lot në përfaqe dhe tha: Fatime ishte gruaja e fundit të stilit vjetër. Grave të tilla nuk i zëvendëson askush. Mësuesja e Lorinës nga shkolla fillore, tashmë e moshuar, erdhi dhe tha duke qeshur dhe duke qarë njëkohësisht: Kurrë nuk biem dakord për asgjë, por ishte miku im më i mirë. Lorina dëgjonte gjithçka. Dëgjonte dhe shkruante, jo publikisht, jo dukshëm, por brenda mendjes mbante gjithçka. Grumbullonte, ruante. Shtëpinë e Nanjes do ta trashëgonte Ermira, ligjërisht, por Ermira kishte thënë qartë ditën e parë: Kjo shtëpi është jotja, Lori, edhe nëse nuk jeton këtu. Gjithmonë do jetë shtëpia jote. Lorina e kishte shikuar, shtëpinë me mure të bardha, me oborrin, me figun. Kishte menduar për të gjitha mëngjesat atje, të gjitha pasditet, të gjitha natët. Do ta mbajmë bashk, kishte thënë. Bashk, kishte konfirmuar Ermira. Fjale thjesht, por me pesh. Gjatë pastrimit të shtëpisë, atë punë të vështirë dhe njëkohësisht terapeutike të renditjes së gjërave të atij që ikën, gjetën gjëra, gjetën letrat, të gjitha letrat që Ermira kishte dërguar gjatë viteve, të ruajtura me kujdes, në dosje të veçantë, renditura me datë. Çdo letër kishte qenë lexuar, mund të dukej nga shprehja e letrës, pak e rrudhuar aty e tu nga mbajtja e shpeshtë. Gjetën fotografi, qindra, fotografi të Arifit kur ishte i ri, fotografi të Ermirës si fëmijë, fotografi të Lorinës në çdo vit të jetës, nga foshnjëria derisa ishte rritur. Kishte albume të organizuar, me datë dhe shënim me dorë. Kishte edhe fotografi që Lorina nuk i dinte: Nania e re, Nania e mesmoshës, Nania me shoqe, Nania me lagjen, historia e plotë e një jete. Gjetën ato receta, të gjitha, jo vetëm torta me çokoladë. Kishte receta nga nëna e Nanjes, nga motra Hanumja, nga fqinjet e viteve. Çdo recetë kishte shënim, e mirë për të ftohtin. Kjo i donte Arifi, bëje kur mërzitesh, e lehtë por mbush barkun. Gjetën edhe diçka tjetër, diçka që as Lorina, as Ermira nuk e prisnin. Gjetën fletore, të vogël me kapak blu, e fshehur nën krevat mbrapa kutisë me ilaçe. Kur e hapën, kuptuan, ishte ditari i Nanjes. Jo ditar formal, nuk ishte hyrje çdo ditë, por her pas here, kur kishte pasur ndjenjë të fortë, Nania kishte shkruar. Hyrjet ishin të shkurtra, me dorëshkrim të vogël, por të qarta. Lexuan bashk, Lorina dhe Ermira, ulur në dysheme të dhomës, me fletoren mes tyre. Hyrja e parë kishte datë nga koha ku Lorina ishte 3 vjeçe. Lorika tha dua, për herë të parë. Jo dua ujë, apo dua bukë, gjysht dua, duke mu afruar dhe mbajtur duart e mia. Nuk di si të shpjegoj çfarë ndjej. Kjo vajzë është arsi i Zotit. Ermira lexoi dhe mbajti gojen me dorë. Lorina vazhdoi. Hyrje tjetër, kur Lorina kishte filluar shkollën. Sot e shoqërova Loricën drejt e porta e shkollës. Nuk e ktheu kokën kur hyri brenda. Shkoi drejt, e sigurt, si e dinte ku shkonte. Nde njëri te porta derisa e humba nga pamja, dhe pastaj u ktheva shtëpi. Shtëpia ishte e madhe pa të. Hyrje nga koha kur Lorina kishte pasur 8 vjet. Fëmijët e tjerë e tallën sot Loricën sepse nuk ka nën. Ajo nuk qau, as para tyre, as para meje. Por natën e dëgjova duke i thënë vetes, nuk ka rëndësi. E tha 3 herë, si lutje. Zot, kjo vajzë mos e di sa shumë shërbehet? Hyrje kur Lorina kishte qenë 13 vjet. Ermira telefonoi sot ditëlindja e Loricës. Biseduan. Kur mbaroi Lorica, tha fliste si e huaj.
Ky fjalë më goditi siguri, e meritoja. Hyrje pas diplomimit. Lorinca mori diplomë sot, unë nuk mund të jem aty. Po çfarë bën mosha? Por ajo mu qoll me fotografi dhe me lot gëzimi. Arifi, nëse dëgjon, shiko bijën ton, shiko se ç'bëm. Hyrje e fundit, datë nga 2 javë para sëmundjes së fundit. Sot ula nën fik me Loricën dhe folëm. Nuk folëm asgjë të veçantë, vetëm gjëra të vogla, gjërat e jetës, por ndeva kaq plot. Ndeva se çdo gjë ka shkuar si duhet. Errori jonu, i imi dhe i Ermirës dhe dashuria jon, gjitha bashk, bën një vajzë të tillë. Zot, ta shpaguaj ta shohin sytë e mi. Lorina e mbyll fletoren. Nuk mund të fliste, thjesht mbajti fletoren fort, si të frikohej se do shkonte diku. Ermira e mori nga krahu, dhe ato dyja qëndruan aty, në dysheme të shtëpisë, mes fotografive dhe letrave dhe historisë së grumbulluar të një jete, dhe qanë bashk, me atë qajtje të çlirimit, të pranimit, të dashurisë. Koha vazhdoi, siç bën gjithmonë, pa pyetur, pa leje, me atë vendosmëri të qetë të kronometrit. Lorina u kthye në punë, por diçka kishte ndryshuar, diçka e brendshme, si rregullimi i finesave brenda mekanizmit. Nuk ishte trishtimi që e bënte më pak, ishte qartësia që e bënte ndryshe. Filloi projektin e shkrimit seriozisht. Të gjitha fletët, fragmentet, kujtimet, i mblodhi dhe filloi t'i qepte bashk. Ishte punë ngadalt, e kujdesshme, shpesh e dhimbshme. Disa faqe i shkruante lehtë, si rrjedh. Disa faqe i shkruante dhe i fshinte 10 herë. Por çdo mëngjes, pare se të fillonte punën e zyrës, hapte fletoren dhe shkruante. Enida lexoi fragmentet e para dhe tha: "Lori, kjo duhet të botohet." "Nuk e di ende." "Unë e di." Ermira telefononte rregullisht. Kjo nuk ishte ndryshuar, por tani bisedonin ndryshe, me shumë çiltërsi, me shumë guxim. Ermira po shërohet nëpër terapin, jo me njëherë, jo pa dhimbje, por shërohet, tregonte hapat e vogël, çdo hap si fitore e vogël. Lorina dëgjonte dhe kuptonte se shërimi nuk është vije drejt, por zigzag, se ndonjëherë lëviz mbrapa para se të lëvizësh para, se kjo është normale. "A mendohesh ndonjëherë të vish?" pyeti një herë Ermira. "Në Itali?" "Po." Pauzë. "Ndonjëherë mendoj, nuk e di ende." "Kur të dëshirosh, dera jonë është hapur." "Di." "Faleminderit." Shtëpia e nanis qëndronte e hapur, vera, fqinji i ri, kujdesej për kopshtin me kënaqësi. Lorina vinte sa herë mundej dhe çdo herë, kur hapte portën e oborrit dhe pa figun dhe lulet, ndjente atë ngrohje familjare, jo me dhimbje, por me mirënjohje. Nania ishte aty, jo fizikisht, por aty, në erën e shtëpisë, në rregullimin e gjërave, në hijen e figut, në tringëllamën e çelsave të vjetër, gjërat e vogla, gjithmonë gjërat e vogla. Një dite, ishte fundvjeshte, me gjethe të arta në përobor, Lorina hapi dollapin e vogël pranë kuzhinës dhe gjeti atë cop letre, recetën e tortës me çokoladë, e verdhëme nga mosha, me dorëshkrim të hollë dhe të dashur. E mori, e palosi me kujdes, e vendosi në xhep. Pastaj nxori enët, nxori mielin, nxori çokoladën, filloi të gatuante. Nuk kishte ditëlindja, nuk kishte arsye të veçantë, thjesht donte ta bënte si nania e kishte bërë gjithmonë, me kujdes, me dashuri, pa nxitim. Ndërkohë që gatuante, kujtoi diçka që nania kishte thënë dikur, shumë kohë më parë, kur Lorina ishte e vogël dhe kishte pyetur pse bënte tortë pa ditëlindje, sepse gëzimi nuk duhet të pres datë të veçantë. Gëzimi bëhet kur duash ta bësh. Lorina buzëqeshi dhe vazhdoi të gatuante. Jetët nuk kanë fund të pastër si librat. Jetët vazhdojnë, me kapituj të rinj, me personazhe të rinj, me kthesa të papritura. Por ndonjëherë, mes gjithë lëvizjes dhe ndryshimit, ka momente qetësie. Momente ku ndalon dhe shikon prapa, dhe shikon çfarë ka mbartur deri atje. Lorina kishte mbartur shumë. Kishte mbartur dhimbjen e fëmijërisë, dhimbja e vajzës pa nën, e vajzës që pret te porta, e vajzës me pyetje pa përgjigje. Kjo dhimbje nuk kishte shkuar, por kishte ndryshuar formë, si argjili në duar të sakta. Kishte bërë diçka të fortë dhe të dobishëm. Kishte mbartur dashurinë e nanjes, ajo dashuri e madhe, pa kushte, pa kufi, me gjithë gjërat e vogla dhe gjërat e mëdha. Ajo dashuri kishte bërë bazamentin e gjithë shkaje, bazament solid,
i besueshëm, i palëvizshëm, edhe tani që Nania nuk ishte. Kishte mbartur edhe marrëdhënien me Ermirën, jo perfekte, jo si duhej të kishte qenë, por e vërtet, marrëdhënie dy grash që zgjodhen të ndërtojnë urë nga shembëltyrat e saj. Kjo kishte vlera të veçantë, sepse ishte zgjedhje, jo trashëgimi, ishte punë, jo rastësi. Dhe kishte mbartur veten, Lorinën, vajzën me sytë e zinj, me flokë të valëzuara, me gjinetar dhe fletore, dhe zërin e qetë. Lorinën që kishte mësuar se forca nuk është mungesa e dhimbjes, forca është aftësia për të ecur me dhimbjen pa lëshuar ato gjëra të çmuara. Historia e Lorinës nuk ishte histori tragjike, edhe pse kishte tragji. Nuk ishte histori gëzimi, edhe pse kishte gëzim. Ishte histori njerëzore, me të gjitha kompleksitetet, kontradiktat, bukuritë e fshehura brenda plagëve. Ishte historia e asaj se si dashuria e një gruaje, e vogël, e moshuar, me duar të rrudhosura dhe sy të zinj, mund të ndërtojë botë, si mund të mbajë gjithçka, si mund të japë gjithçka. Dhe si ajo dashuri, pasi dhuruesi iku, mbetet. Gjithmonë mbetet. Nga që dashuria nuk vdes kurrë me trupin, ajo vazhdon, në për fjalë, në për receta, në për mësimet e qeta, në për mënyrën si mban dorën e dikujt, në për mënyrën si dëgjon kur dikush flet. Nania jetonte brenda Lorinës, dhe Lorina, her pas here, kur dëgjonte zërin e brendshëm të saj, dallonte atje një tingull tjetër, të butë, të njohur, të palëvizshëm si ylli polar. Ka lindur dita bij. Dhe Lorina çdo herë buzëqeshte. Kjo ishte historia e Lorinës, historia e një vajze të rritur nga dashuria, jo dashuria biologjike e gjakut, por ajo dashuria tjetër, e zgjedhur, e qëllimshme, e madhe. Nëse kjo histori të ka prekur, nëse ka diçka brenda saj që të ka kujtuar dikë, ndonjë histori tënden, ndonjë njeri të dashur, shkruaj në komente. Trego më për personin tuaj të Nanies, trego më për dashurinë që të ka bërë ty, sepse ato histori meritojnë të dëgjohen. Lër një koment poshtë dhe trego më. A ke pasur ndonjëherë dikë si Nania në jetën tënde? Dikë që të ka dhënë gjithçka pa kërkuar asgjë? Shkruaj po, ose trego më historinë tënde. Do të doja shumë ta lexoj.